Jo, më jo. Po gopi asë, pse i thonë gopi? Kush është gopi? Gopi asë ngop, asë ngop. Pse i thonë gopi? Se s'ngopesh ndonjëherë? Asë njerë, kur pa jo ngopet ajo pusi. Hidhi uj, sel dhe më thep, iksa një vagabond. Rokash, nga jeti, nga jeti, mos i filore, bu do dha. U që ki qajtë, kam batë. 21 janari. Dëgjo këtu, dhe thëmë një gjo. Këta e përdori shumë njerëz me, po të përdori shta do thotë se ti është njeri sinqert. A është ai që e ka krijuar këtë? Jo, ajo është sade ish personel i regjimit të kuj, Dreshit Mallkuan Nërhoqa. Berisha është spak sot. Si the? Berisha ka shku në spak sot për 21 Prishën janar. theth qafën, ma hi qafën. Po lëve, kësa herë ka vajtu. Sa që ka thirë Ka spak? kaq vjetë, a manë se na hëngrën, po i ko tani. Ti si e mendon këtë? Po hi që do vajtoj këtu. O të keqë jyshi, e mori lumi këtu, po i këtën, spak. A i vajti 30 vjetë dhe për spake në për konferenca, dele, bënë. A do zbarë ndonjëherë ky 21 janari apo jo? Valla, junapi, lesëm 30 mishë që kam qenë atë ditë aty. Jo, nuk isha... 30 mishë për Berisha? Për Berisha? Jo, më jo, për kombi. Për 21 janari. Dëgjo. është një temë ka kaq vjetë. Ka kaq vjetë. Sali Berisha, po t'ishe në një shtet demokratik në Evropë ose në Amerikë, do kishe burg të përjetshëm. Jo njerë për 4-5 herë. Jo vetëm për 21 janari, thonë ju, po edhe për bëma të tjera. Jo, themi edhe, po t'ja punë, e para. Firma piramidale, që e gjvesh populli, pjell vdeku lekun. Edhe dele atje dhe thot që leku është i pastër. E në fshatarët e shket nuk lanë bakti, lope, gomare, pasuri, mere, shit, edhe e ka të ndisit të vërë, edhe heri puna, gjithë pasurie popullit shket shkorat. Kjo ishte një. Një, e dyta. Vim të kë hodhi ra shteti brenda minutit. Ra shteti brenda minutit. Mori veriun e hodhi në kundërveprim kundra jugut, dhe në 97-ta beri atë që sot e vëjmë edhe sot. Pra ti po thua që Berisha bëri këtë ndasim veri ju. Pa i ishe president, a i ishe kryeministër. 2. Kush fitoi më shumë në ato, veriu apo ju? Kush fitoi më shumë në ato? Pra kush ishte më i fuqishëm, veriu apo ju? Jo, këtu nuk ka fitim. Këtu e pësoj populli. Nuk ka fitim atë. Ndarjen dhe Këtu nuk ka, këtu beri për qarjen. Të përqaj unë popullin, unë jam në jugu, edhe të urrej unë veri unë, nemi shqiptar. 2. E treta, erdi problemi i 20 janarit, mund të protestoj, mund të bëj, por të rri unë atje për teja, ose ti me mua, edhe të hapet zjarë. Unë e di si hapet e kush e jep urdhëri. Aje ka thënë vetë tani, aje u shpreh që është krim shtetëror, po pa dashje. Ku ka krim shtetëror pa dashje këtu më burë? Ti ke vrarë 4 veta në trotuar. Edhe lënë ata, pse pikërisht të vej në organet më të larta të evropiane edhe ta përcaktoj që është krim shtetëror. E mos ta përcaktoj gjykatat e prokuroria shqiptare? pse ndodh? Kjo ndodh sepse janë servilat, janë të paaftit, lere këtë e të shë, edhe mbroj mua, që unë ka bërë krim, edhe lene ata që të pa. Teza e ish-kryeministit ose Berishës është që thot, unë thjesht e bëra këtë përmbrojtje, por fajtori thot ai është opozita asaj kohe që mblodhi popullin shesh. Zotëri, unë do protestoj
Unë do protestoj, kam drejtë time, ma jep ligje do protestoj. Ti s'kem që të mash snajper, aja tha shprej vetë. Një snajper e kisha lartë të ratë, një kisha të dera, një kisha këtë. Orë të lutem shumë kush i vrau. Ti e kryeministër, Luli Basha ka qenë ministri brendshëm, kush e dha urdhri? Të dali, kush e dha urdhri? Të vrasu ti duke ndaj me mua në bulevard? Ja, kanë ikur 4 jetë njerëzish. Qajnë fëmijët për baban. E kuptoni? Në sa shifni një situatën në vend. A mendo se do ketë një tritje shile në fund tunelit? Pra, mund të zbardhet kjo ngjarje? Kjo spaku të shkoj edhe zbardhet, jo ka mundësi, ka shumë mundësi. Pavarësisht harrohet, por nuk kalon koha, por nuk harrohet. Gjaku, ata spaku unë kam besim të spaku që do të shkoj deri fund edhe të verë për para përgjegjësisë, kush do qoftë, edhe unë t'jem. Qofse unë kam dhe në urdhër, kam bërë këtë të vete atje ku e meritoj. E kupton? Sepse ka vrarë njerëzit. U bën gati 13 vjet e spaku ende nuk ka një përgjigje të saktë. Ajo është, Çfarë mban peng spakun që t'japi vend? asgjë se banë. Është që ke vështirë sepse do t'i kaloj nga aja që të vete zheja. Do me thënë, rrjedhe vënë, dhe zjerit përgjësit, e se cilit. Kush këmban përgjësi? Kush e të dhe, një për një. Një dhe të vetë, edhe se cilit dhe marra të ke meriton. Unë për këta, edhe ti t'jesh, të vesh ti atë me mua, të shkojmë kaluj rrugës, të marrë plumbi, të më vrasit, nuk e farë. Kështu është. Qofsh mirë je gjithmonë gjigant. Ju jeni të mrekullueshëm. Tani unë ku do ta shikoj këtë emision? Do dali tek Shqeto. Kom kishë kur ishe në veri për ikën. Je nga Vlora? Në Arusha, në Ujku. Lartë. Malitatari, kreditatari po bje. Vlora ka marrë zhvillim. Zhvillim mirë, zhvillim kanë marrë, dhe bëndi ka marrë zhvillim. Ka marrë lumi Vlorën apo ka marrë det? Kush? Vlorën, ka marrë lumi apo det? Jo, Vlora ka qënë, është e do tjetë patriote, me gjithë vlerat që ka, me unitet, me dashuri për atë beun, me vlerat pa para. Si po duken do zhvillimet e fundit në Vlorë? Po mirë, hajdo. A ju bëjnë e qik puna e tuneli Llogarasa? Po si s'bënë, po që bënë, kanë vjetë gjitha vjetë. Se janë kuajta? Pse luftojnë, pse ata që do vinë, pse luftojnë për të marrë një vend në shtetë. Po s'putu një gjako, ndërshmëri kisha herë në asko. Kishe ndërshmëri apo frikë? Kush? Frikë ligji dhe po dhe ndërshmëri kishë. Po, ma dënuan babajnë tim, një vit burë, për 2002 lekë të vëqitë. Kur u bëra unë Sarakën, më kërkoni dëshmëri penalitet babaj, se shënova në biografi, kam pat babaj një vit në burë, më kërkoni dëshmëri penalitet. E mora thosh, një vit burë, 2002 lekë të vëqitë, pa kujdesin dhe tyre, jo vjedhje. Se vjedhje, sa po se miraj, e i që të pritë e vëre, i se burve tope. Këta vjedhi miliona, shput njeri. Sa vjetë me ato klubin Partizani. Unë jam në i familje, kam patu 400 lirim tokë bukësore. Asë 100 lekë s'kanë dhe, asë 100 fshatë ku ka qenë. Asë që s'kanë kompensuar gjë. Për vetën e tyre i mori e Partizanin e qishin këto, se ishe brenda fisit ty, në qëndë të Tiranës. Jam bë miliardierë. A mendon se do zbardhë në njëherë kjo 21 janari apo? Hajde, mund të zbardhë, shikojnë. Po pati në një gjyqtar me tope, do të bëjë. Po pati në një shërbi, në një dështin, sa të shtin. Sipas te duhet një vlonjat që ta bëjë këto? Po jo, më që vlonjat s'ka pun vlonjat, ajo ka me guzim. Do të thoshë vlonjat ka gjoks. E kemë pat gropë, thoshim neve. Tani është mbushur me drejtë. Si ka ngel kjo shpreja, vlonjat e kanë gjoks? Qoja që jemi na. Po tani një mot, njësoj janë gjithë, po ikse. Të ke që gjyshin, ku të shkoj gjyshin darke? Tek Shqeto, YouTube, Shqeto. Shqeto fare. Shqeto e ke?
Shqeto fare. Filmon ma. Dhe gopin qeto në tjerë. Si? Gopin qeto në tjerë. Po na erdhi shtek. Jo më jo. Po gopi asë pse i thonë gopo? Kush është gopi? Gopi asë në gopë, asë në gopë. Pse i thonë gopë? Se s'ngopesh ndonjëherë? Asë herë, kur pa jo ngopet ajo pusi. Hidhi uj, sel dhe më thep, iksa një bagabon. Rokash, nga jeti ishke. Nga jeti, mos i filore, budolla. U që ki qajtë, pusi. Në kam batë këtë e mërkurit. Respekte. Jam nga vajta. Më falë, një minutë. Si jeni jetë? Baj bicikletë, A jeni mirë? sepse kemi kështu për background shumë mirë. Respekte, si jeni? Ka bicikletë. A jeni mirë, të lutëm. Para se të më kapesh vesh, unë dua të respektoj si je, si udhine, si kërë. Jemi më mirë s'ka ku të shkoj. Falenderojmë Zotin që na ka sjellë në këtë trojnë. Fix. Fiks fare. Por se kemi mirë punën me këta që na drejtojnë. Nëse njeriu gjithmonë ankohet, nuk gjen qetësi kur. Por në çdo vuajtje, në çdo ecje në rrugë të vet, të thot faleminderit o Zot, mirë, nga mirë bën ti më mirë, sepse që na drejtojnë neve. njeriu bëhet i vështirë. Të lutem, më lejo të flas. Po. Pse bëhet i vështirë? Se është një ditë në vuajtje, thot o Zot më ndihmo, ma jep këtë, ma jep atë, jep të gjitha Zoti. Kur vehet më lart te edhe me, thot jore jam unë, di unë, boj unë. Prandaj i këshilloj që të ndryshojnë mend, sepse nuk e ka pas tradit ky vend që të ngrehet para Zotit të lartë. Sa do kish xhamiet e që, kulte që shkojnë e vinë me revista, libra plot, është vetëm një Zot. Kjo është, nuk e di, këshill më të mirë, nuk mund të jap. As pretendoj se kush je ti, kush jam unë, ama të bëjmë barbaras për unë të gjykoj njeriu në komitim, vërtet do qymë poet i vështirë se nuk e ka mend në vend edhe nuk di qa flet nga goja vetë. Po përshëndes, s'ka qësh. Unë jam pa fjalë. Jo, fjalë kemi plot, fjalët, më falë, sa kam lezuar, edhe ti lezon edhe unë, jemi të lirë. Fjalët do mbarojnë, lapsa fletore do mbarojnë. Fjalët e kryesit tonë nuk mbarojnë kur sa është përjetësi. Ne jemi kalimtar, në këtë tokë, në këtë njësi. Si ka mundësi që këta politikanët tanë që na drejtojnë nuk e shohin këtë jetë si kalimtare, por e shohin si një jetë të përjetshme. Dhe në fund, siç ndodh dhe me Fatos Nano dhe me çdo figurë politike, ka marrë vetëm 2 metra dhe. Tani, dalim tek 21 janari. Kush e bën 21 janarin sipas perceptimit tënd? Me të thënë të drejtën, pa rena, kam shku, jam antarësu në 7 a 8 parti. Kur e kam pa që antarët shiteshin për interesa pjatë sahana, si kur të parat që kanë dalë këtë trojet tona, thash kujdes, unë do të rriqim edhe lash me shkrim, më mirë të ri një pohet me shpirtëri, e të ecë në rrugën time, edhe të gjikoj të vlesoj veten, pa shok e miqët të tjerë, pastaj për mua nuk ka interes e vlerë të futem në pushtet, të haroj shpirtërin që Zoti jep e dritë në jep. Edhe ujë e shi, kjo është mrekulli dhe begati. Tjerët si cili për vete i di. Tha lutëm, kaq dhe me thonë. Respekte. Edhe për ju. Qofsh mirë. Ditë mbarë, respekt. Unë gjithmonë them, a kam shënet e jetë? Do në folë për barazin gjinore. Zotëri, si jeni? Mirë, të faleminderit. Si fillim mirë, do të flasim për pension. A merrni pension apo jo? Marë. Sa pension merr? Unë në 130.000. 2027-ën, kryeministri ka thënë që do t'u dyfishoj këtë pension. A do më falësh një A minutë ke të menduar kthej? si do i prish këto lekë? A do më falësh të kthej për pensionet? Nuk dua pension. S'do. Jo, vetëm nderin e shqiptarëve. Kush është deri shqiptar? Nderi i shqiptarëve e këtë liqë që kërkon të ndirë Edi Rama, për çështjen të martohet burr me burrë. Jam i rregullt, e do flas me ndërgjeje të pastër, nëse Edi Rama del këtu, se par dje dola një intervistë e thashë nëse që Edi Rama mjekër me 77 deputetët, dhe mjekrat e tyre t'ja u vënë grave të tyre dhe fustante grave të tyre t'i marrën t'i veshën vetë dhe gratë e tyre të shkojnë në për minierat e në për malet të ngarkojnë dru. Pardije, kurse sot them anën tjetër që Edi Rama bashkë me 77 deputetë që e kanë aprovuar këtë që po na shkatrojnë fëmijët,
po i hedhen poshtë, po e shkatrojnë këtë popull, të dalë Edi Rama me 77 deputetët pro, t'i heqen brekët, këtu të martojnë me njeri tjetër, kur t'i shojmë ne ata, atëherë ata aprovojnë ky ligj. Faleminderit. Pse e kundër këtij ligji? Pse e kundër këtij ligji? Pse jam kundër? Çfarë? Njeriu ron për një nder. Nuk ron për homoseksual, për këta qenër. Hajt faleminderit. Pse po ndodh nga heteroseksuali? Ku ndryshon homoseksuali nga heteroseksuali? More, Zoti ka krijuar dy gjini, femër dhe mashkull. Ata pse duan të bëjnë të tretën? Këta e bëjnë të tretën se janë homoseksual vetë, për veten e tyre dhe kërkojnë të martohen me njëri tjetrin. Faleminderit. Respekte.